Mirëmbrëma miqtë e alarmit, mirë se ju gjetëm, edhe ju mirë se erdhët në këtë të premte, si gjithmonë një puntat të drejt për drejt, ku nuk mungon as Dejana, as Armieri, por as hallet, shqetësimet, zgjidhjet dhe problemet e shumta të shqiptarëve që na ndjekin gjithmonë. Është një emision sonte, besoj hyn ke ata që janë të lezetshëm e të bukur, po paraprakisht edhe në emër Dajanës desha të uroj besimtarët ortodoks dhe katolik për të premten e madhe apo të premten e zezë siç e quajnë. Sot është Pashkët janë të dielën. Janë të dielën, sonte është e premtja e madhe. Pra, jemi në një javë feste, ne kemi patur javën e kaluar dhe këtë javë goxha lot, goxha probleme. Sot na hym çik problemit pak më thellë. Si kemi parë që shumë i nderuari ministër ynë i bujqësisë është edhe ai në javën e Kastravecit. Se bën prova me Kastravecin. Ja ka hyrë pak me themelik këtij artikulli, i cili u fol kohë më parë që bëheshe me ca si hormone. Ka shkuar atje, thot, hani qatë hani, garantoj unë. Jo, mua vjen keq për një gjë për këtë të nderuar ministër. Çfarë të vjen keq? Armier, se pyetjet i bëj unë, nuk e si flet ti pa bërë. Refuzoj të përgjigjem. Të lutem, zotëri, ke ardhur në emisionin tim për të përgjigjur. Për çfarë të vjen keq, se bën prova me Kastravecin? Për çfarë? Kam një jetë që i përgjigjem pyetjeve tuaja, sonte refuzoj nuk të përgjigjem. Më shikon në sy, Armier. Absolutisht. Më shikon në sy, Armier. Jo, nuk përgjigjem. Fare. Cila ishte pyetja? Pse të ka ardhur keq për panaritin? Se i nderuari ministër, dhe thash i nderuar, nuk është shu au iu parvënyt, do më dhe njëri që ka ardhur nga rruga, si ndodhë shpesh në për ministri, që marrin një burë të mirë, ose burë të keq, pak rëndësi ka, shok partia dhe vendosin. Po panariti është pjesë integrale e sistemit të bujqësisë, ushqimit, veterinarisë, etj. Po e asaj ministrie. Pra, o dojt ishte ky zotëri ka lëp për këtë punë, mbas Bamirit, o asë tjetë, se ka qenë Bamirin se bujqësisë. Pra, këta që kanë qenë që e kanë ndërtuar atë si sistem. Dhe, shumë mirë që ka shkuar ke Kastraveci, po njeriu nuk mund të haj Kastraveci se i thot... Panariti. Qofte dhe panariti. Qofte dhe panariti. Se na ka ndodhur shpesh, ne ëngrëm bari se na thajnë veri. Bëm gjasme dhe ne. Po atëherës nuk thojë do të gjë. Kurse sot, të paktën deri për momentin kemi mundësi ta themi. Morali pjesës jemi popull që e ham. Po, sidomos kur e thot pushteti që thot hajni se garantoj unë, atëherë nuk e ham. Atëherë se frikshë. Kjo është çështje që ne jemi duke vazhduar duke ndjekur, po thonim që nuk ka pse shkon ministri, investohet ministri, se ministri duhet të ketë një zyrë këtu dhe punët i bëjnë të tjerët. Si shkoi dje shumë i nderuar i zëvendës ministri i mbrojtjes. Edhe shkoi në Gjatër. Edhe hapa unë internetin për të parë si vika. Ka qenë pilot, ma ka astronaut. Normal. Jo, kishte marruar për ekonomik, sferë qarkullimi. Po pse do t'i zëm besë në ati që sulet avionin në Gjatër dhe ka Guriçka? Ka vajtër për shumë i ka shpërndar ushtarët Guriçka. Ti ke në e fshin prapë, për shembull. A i duke qenë zëvendës ministër, merr telefon, një vartës e thotë, ju lutem, kushtet e pisës, që dhe flet vartësi që specialist. Nese, në rastin konkret po thonin, ministri unë që ka një zyrë. Po, e ka një zyrë. Ka e ka filluar ministri para ti, po ky vazhdon të jetë në shkelit të një ligji shumë të rëndësishëm. Një ligji i cili është kyç për Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian, te kushtet e tij, të rëndësishme, në Europë, lërë sot e veri do ham barë, nuk mund të hash barë pa kontrolluar. Mund të hash barë, nuk të ndalon. Tapim? Këto, janë disa shtete ku ti mund të shesim. Si për shumë e Hollanda. Po ta shesim, merremi me drogë. Mua më pëlqen shumë që janë ullë avionët nëse janë ullur, unë uroj mos kenë qenë më shkonja, të lutem, i drejtohem. Po mjen ke ishtanimi që jemi, ma bëj një pyetje, të lutem lërni drogën të punoj. I bëjmë pyetjet në fund. Atëherë, që të ysh në Europë, duhet detyrimisht të mos hash çdo lloj plere që të del në treg, por ushqimi duhet të ketë disa standarde. Dhe për këtë ne kemi një ligj që e kemi ndoshta më të mirë se vetë Europa. Dhe Europa ka dhënë para muaj pas muaj, vit pas viti, dhe ka krijuar disa struktura ndër të cilat mbi të gjitha këto të ushqimit është bordi i ushqimit. I cili u bën ca vjet që nuk funksionon. Në këtë bord ndodhet dhe po themi maja e shpatës së luftëtarëve, të paktën një nga ata që ka mbetur që kujdeset vërtet për ushqimin, zyra e mbrojtjes konsumatorit. Ne e pyetëm drejtorin e kësaj zyre, Altin Goxhin, i tham, vlla, pse s'm lidheni ju, duke ditur që nuk i mbledh ky, po nese ta ndjekim.
Prej sa kohësh nuk mblidhet ky bord drejtues? Po bën mbi 3 vjet që nuk mblidhet. Unë jam antar i tij sipas ligjit, pasi ligji kërkon që të ketë përfaqësues nga fshatra e konsumatorëve. Dhe mua më ka caktuar ligji këtë mundësi që të jem antar, por siç e shihni, u bën 4 vjet. Në bordin kombëtar të ushqimit ka përfaqësues institucione qeveritare që lidhen me Ministerinë e Bujqësisë, Shëndetësisë dhe institucioneve tjera që lidhen shumë ngushtë me politikat e sigurisë ushqimore, por për fat të mirë, sipas ligjit është menduar që të ketë antar dhe ne që jemi përfaqësues të konsumatorëve, shoqatat e biznesit, pra dhe palët që përfaqësojnë grupet e interesit, në mënyrë që të gjitha palët jenë përfshira në këtë bord. Kush duhet ta bëj këtë mbledhje? Kush e thret? Këtë e thret Ministri i Bujqësisë në bazë të ligjit të ushqimit. Ai e ka si detyrë. Më thatë që nuk mblidhet prej 3 vjetësh, arsye? Po arsyet nuk i di, po di një gjë shumë sigurt që mbledhjen e parë dhe të fundit që është bërë në atë bord, unë paraqitej një listë pyetjesh mbi transparencën e kontrollit të sigurisë ushqimore dhe si ishin zbatuar dhe si ishin aplikuar pikërisht ato që quhen rregulla, standarde dhe financime lidhur me këtë gjë. Mbledhja e dytë duhet të kishte pikërisht përgjigjen për pyetjet e mia në bazë ligjit. Pyetjet u bën 2 vjet, 3 vjet që unë s'kam për t'i marrë veç përgjigje dhe po pres ende që do të mbledhet ndonjëherë ai bord. Ne kemi protestuar, reaguar dhe kërkuar prej 3 vjetësh për pranëdyrëve të Ministrisë së Bujqësisë, pranëdyrëve të autoritetit të ushqimit, nëpër media, televizione, gazeta që pse nuk mblidhet, duhet mblidhet. Ja kërkoj sot Ministrit të Bujqësisë që të mbajë një qendrim mbi këtë çështje. Bordi i ushqimit është një hallk shumë serioz dhe shumë e rëndësishme asaj që quhet politikë e sigurisë ushqimore në Shqipëri. Aktualisht ne jemi në shkeljet ligjit për 3 vjetësh dhe ministri po vazhdon shkeljen e ligjit që nuk po thret urgjentisht bordin kombëtar të ushqimit. Ata kanë detyrim ligjor këtë që nuk është çështje dëshire. Detyrim ligjor një herë në sa kohë? Minimumi janë 6 muaj. U bën 6 mbledhje pa bëra. Sa e rëndësishme është që të mblidhet ky bord? Është shumë e rëndësishme kur ne flasim për atë që quhet politika reforma për sigurinë ushqimore dhe mbi gjitha për raportime. Gjëja më e rëndësishme janë raportimet. Çfarë është bërë këtë periudhë kohe? Çfarë është bërë nga kjo datë deri në këtë datë? Askush nuk e di, ne vërtet shohim në deklaratë për shtyp, po ato nuk mund të konsiderohen si dokumenta ligjor. Çdo gjë që thuhet në atë bord është dokument ligjor. Nëse nëse drejtori i autoritetit gënjen, nuk thotë vërtetën, ai bën përgjegjësi drejt për drejt ligjore. Kur ai jep një deklaratë për shtyp që mund të jetë gabuar, thotë ishte një gabim teknik dhe ja hudh me kaq. Problemi është që mungesa e mbledhjes së bordit të sigurisë ushqimore e ka bërë atë institucion që të jetë pa kontroll dhe për 4 vjetësh të lëviz si të dojë drejtori dhe pa asnjë lloj monitorimi, pa asnjë lloj standardi, mbi të gjitha që kjo është pikërisht një bord i ngritur edhe për një kërkesë Bashkimit Evropian, të duhet ta theksoj. Nuk është thjesht dëshira e shqiptarëve, është vetë politika jonë që kemi disa detyrime të kuadrit integrimit evropian, ku përcaktoi që ky bord do të japë mundësi që veprimtaria e autoritetit kombëtar të ushqimit në fushën e sigurisë ushqimore të jetë e monitoruar dhe transparente. Po pas ka një bord. Ka pavarësisht qenë. se ka 3 ditë tha apo 3 vjet që nuk mblidhej. Me të reja t'i bie 3 ditë, po faktikisht ka 3 vjet e ca që ky bord nuk është mbledhur. Sa mirë. Ne shkuam tek Ministria e Bujqësisë, Ushqimit, Mbrojtjes së Konsumatorëve, vazhdon të jetë shumë. Po, bujqësia, zhvillimi. Shumë rural. Po. Shkuam tek Ministria të kërkojmë ministrin. Hanje. Ministri Muhabeti Kastravecit. Prap të Kastraveci. Po. Shkoj atje se mbase ishte edhe dita sot që kalon avioni, ai i linjës. Ku 2 mickonja u takuan me njëra tjetrën dhe i thot, nave, motra, ke qik të barti? Prita të kaloj avioni, thaj, s'përkatjes. Se ku e kam parë? S'ka gjë, ishte në bisedat e sot me të ditës. Okej. Dhe po thonim, kërkuam ministrin, ku kërkuat ministri? Jo, kishte zbritur në teren. Kishte zbritur fliste me fermerët, për produktet bio, e tjera. Po, këto produkte bio që dalin, e më the të thash, normalisht, qofse nuk i nështrohen këtyre strukturave që janë Bashkimit Evropian, janë 5 me iq. Do me thënë, nuk thua dot për shumë që hajë këtë Kastravec se ka prekur dhe vetë ministri me dorë. Nuk marrësh Kastravec të bësh gjurmë të gishtave. Unë do ta kisha ngrënë. Ashtu? Nuk ndodh shpesh, të lutem, më fal, të lutem ta nuk ndodh që të ta preki çdo ditë ministri Kastravecin. Dhe në atë rast kur ai e prek, çfarë duhet bëjmë ne? Ta marrim, ta ham sepse nuk ndodh. Armir është rasti rrallë. Është rasti rrallë. Jo, e kam ndruar varet si zgjojmë gjesë. Mos më merr përballë çdo ditë njësoj mua. Nëse shkuam deri në Lushnjë, ja hyj për makinës tonë, se avion për momentin s'kemi.
avionët i kemi për Ti spërkatje. keshti një avion dhe ta qësh në Kolumbiu nuk të ndajmë kur dhe po ta them kështu po ta deklaroj live. Se ti nuk i deklaron ca gjëra, s'ke ku unë kam guxim. Edhe po them. Sa trime e timi? Nese, dhe miqtë të nderuar, vajtëm deri në Lushnjë. Takua ministrin i cili po fliste fermerëve pikërisht për këto gjërat. Domethënë, ashtu siç flasin ministrat. Tash se kishin ikë për weekend, se I tregonte fshatarëve se si mbillet Kastraveci, se si zhvillohet, se si kputet, se çdo të thotë bujqësi, se si plerohet toka, ata normalisht e dëgjojnë me shumë vëmendje. Normal, ministri LPT. Ti mund të jesh 40 breza fermer. Po, si ta thot ministri, ti nuk di ta mbjellësh. Nese, të ndjekim se ç'bëm ne. Miqtë e larëm, përshëndetje. Ndodhemi pranë Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave. Pjesë e Ministrisë së Bujqësisë është dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Në fakt, në vendin tonë ekziston ligji për ushqimin, është ligji 9863 i datës 28 janar 2008. Në këtë ligj, në nenin 63 të tij, shkruhet: organet përbërëse të AKU-s janë, në pikën A përcaktohet se organi i parë përbërës për garancia është bordi. Po, cili është funksioni i këtij bordi? Çfarë përgjegjësie mban ai, do ta zbulojmë pikërisht nga ky ligj. Bordi është përgjegjës për të siguruar që AKU-ja kryen misionin dhe përmbush detyrat e ngarkuara nga ky ligj. Pra, sikurse e kuptoni edhe ju, miqtë e emisionit ton, bordi i konsumatorëve, pra Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, është jashtëzakonisht i rëndësishëm për arsyet se përse ky bord nuk funksionon, nuk është mbledhur me përfaqësues nga mjaft ministri, me përfaqësues nga fusha e medias, nga fusha e shoqatave të konsumatorëve. Pra me një përfaqësi të gjerë për të mbrojtur, le të themi, interesat e konsumatorit, ne do të shkojmë të pyesim tani. U interesuan pranë zyrës së shtypit dhe na thanë se për momentin nuk kanë asnjë informacion në lidhje me funksionimin e këtij bordi, por ditën e sotme fatkeqësisht nuk ndodhet këtu asnjë përfaqësues, pasi të gjithë janë në një trajnim të organizuar nga Drejtoria e Administratës Publike. Ne u përpoqëm të kontaktojmë edhe me përfaqësuesit e zyrës së shtypit pranë Ministrisë së Bujqësisë. Në fakt edhe ata ishin duke u nisur ditën e sotme me shërbim jashtë Tirane. Ministri zoti Edmond Panariti ndodhet në një aktivitet në Lushnjë. Ne nxituam miqtë e emisionit ton për ta kapur këtë aktivitet. Dhe ku jemi pranë Muzeut Historik, brenda ka njerëz, është duke mbajtur fjalën e tij ministri Panariti nga zëri që arrim të dëgjojmë. Ne do të presim ministri të dalë. Si jeni? Ariana nga Radio Televizioni Ora News. Emisioni Alarm. Ju lutem, ne deshëm diçka për bordin e AKU-s, duke qenë se ky bordi ka 3 vjet që nuk mlidhet. E keni në ligjin për ushqimin. Dakor. Hajdeni në zyrë dhe më shtroni këtë pyetje në zyrë. Sot më marrën për tjetër problem, si nuk ka të bëjë me bordin e AKU-s. Okej, po duke qenë ju pres në zyrë t'ju jap sqarimet. Okej, mirë, do të vim atje. Faleminderit shumë. Na pret në zyrë dhe ne me kënaqësi do t'i shkojmë, se ne shkojmë gjithmonë, është ideja, nuk është se ndalemi ndonjëherë. Edhe çfarë? Po ishte ftesë publike. Po, Në zyrë. kështu që nuk besoj që nesër dalin du ta nga ketë fjala. pushim se ne shkojmë dhe nesër, jemi në punë. Po të ënën me kismet Zotit, me Aty që na naftoj ke. publikisht, ç'a themi. Faleminderit për ftesën, asnjë gjë ç'a ti Të themi. ënën orën o 8 o 9 drejt kësaj ore. Mos e përgatitar mirë se dalin të rënë. Lëre të hënën do vim. Ai tha në zyrë, ne do shkojmë në zyrë. Tash është Mirë ministri gjecim, Marciani. mirë Do ta pyesim gjecim. se s'lidhet bordi. Se normalisht thash edhe një herë, nuk e thash më kot që ky zotri ka një jetë që merret me strukturat e bujqësisë. E derisa do kohë do të shkojnë në zyrë, është një gjë që duhet përgatitur, pse është mbledhur bordi, është e Unë vështirë. kënaqja një herë që ishte në punë edhe ditë premte, se po të gjithë ishin kështu si me tip shërbimi, të premte Atë nuk po. para kap njeri. Atë pat, edhe ne në punë ishim. Ne jemi. Miqtë alarmit do të vazhdojmë historinë e Çumçakizit. Kemi ja 3 ditë që trajtojmë një histori, një konflikt mes qeramarrësit, qeradhënësit. Një konflikt i cili ka marrë tashmë rrugën e gjykatës dhe ne nuk kemi më punë me të. Por tani kemi punë me shtetin ton i cili, normalisht, kur them shteti, ne kemi marrë gjithmonë hallkat e shtetit, pushtet lokal, pushtet qendror, president, gjykata, të gjitha. Të gjitha ka, edhe Stefan Bardhi tha këtu ku do vi. Nëse. Në rastin konkret e kemi me një, ti themi autoritet, nuk do të thoja për momentin. Quhet ERE, Ente Rregullator i Energjisë. Zotërisë, të cilët i kanë prerë dritat, i kanë prerë qesit dritat, ka shkuar tek ky ERE,
ente regulator. Aty shkohet normalisht, jo se ka shkuar për qef, Po zotëria. normal, aty shkohet. Ka prerë, Mbasi shkoj tek qezi, shkoj tek ky, ta themi autoritet? Nese, autoritet. Institucion. Për marrëveshje fjale. Shkon dhe këta e thonë, do vish nesër do ta shpjegojmë nga ana ligjore, po ta ndjekim çaj than si ja tha. Nuk merrem me këtë pjesë sepse nuk i di marrëdhënie, nuk i di ecurit, por problemi me energjinë, me erën, Të të bëj një pyetje. Unë nuk jam debitor. Pse nuk mbledh qesi me drita? pikërisht pra, nuk e di marrëdhënie. Atëherë, nëse unë Dhe unë prandaj të thash, lexoja Kur do ta marrim një përgjigje për këtë? Nesër në ora 12:01. Nesër në orën 12:01. Edhe vetëm një pyetje tjetër kisha unë. Ky zotëria ka marrë një objekt me qira. Ka një kontratë rregull deri në 2021. Ja 2 sekonda. Ka një konflikt me pronarin, i cili nuk ka lidhje, i cili nuk ka lidhje fare me kontratën me energjinë sepse nuk është debitor. A mund të bëj një kontratë të re ky vetë me emrin e tij sepse libreza figuron me emrin e zotrisë, atij pronarit të objektit. Me kontratën e qeras, me vultin një objektiv ose të njësuar nga origjinali nga noter, dhe shkoj bëj kërkesë te qezi. Nuk ka nevojë për pronarin fare? Ai marrin etapat pak dal me dal. Jo, për informacion vetëm ta dijem. Nuk do flasim pa u marrë dhe merr një informacion të mirë thirr se si qëndron. Fola në parim, a kupton? Ata ishin fare zotrin. Marrëdhënie e kontratave, konflikteve, kontratave është gjykata. Më në fund ne bëm një kërkesë, një ankesë më mirë se sa kërkesë, ose edhe kërkesë mund ta quajmë për informacion. Ne nesër do marrim një përgjigje nga enti rregullator i energjisë elektrike se ku qëndron problemi dhe sa mund të zgjidhet. Duke besuar gjithmonë që ta marrim këtë përgjigje. Nesër në ora 1:30. Ke besuar kod, Zema. Nesër 1:30 ishte dje në orën 13:30. Do më thënë, ishte data 16, kjo që pat, datë 17, dje duhet ishte, po edhe dje tha nesër për sot, e cila nuk u bë gjë, po si do qoftë, ne shkuam, u takuam goxha burra, ankusi dhe një zotri që ishte jurist, folën, dhe nga xhame duke që flisin në mënyrë impenjative. Pra, duke që nuk e kishte kot atë lloj emri autoritet që thamne, mi po, par dje jo, sot jo, që autoritet, nese, të ndjekim edhe dje, edhe që na erdhi shumë i natë, që doli profecia këtij zotrisë tha, s'kam për të na bërë gjë, ta ndjekim. Ja pra miq, kemi ardhur këtu tek enti rregullatori i energjisë elektrike, sepse dje morëm një premtim për të kuptuar të gjithë situatën e energjisë elektrike të zotit Elton Mezini. Do hymë brenda dhe shpresojmë të marrim një përgjigje. Pikë së pari, situatën e energjisë elektrike, sa ka për të paguar zoti Elton, çfarë detyrimesh ka dhe a mund të hapi një kontratë të re. Pasi është e shkruar në rregulloren, është e shkruar në ligj se ka të gjithë të drejtën e tij që mund të hapi një kontratë të re. Ndërkohë, në një pikë të kujdesit ndaj klientit, kjo gjë ju mohua. Të gjitha këto gjëra ne do t'i kuptojmë mbas pak, pasi të ngjitemi këtu lart tek enti rregullatori i energjisë elektrike. Shkojmë. Ja pra miq, në këto momente zoti Elton Mezini është duke folur me juristin e këtij institucioni. Ne nuk na u lejuaj që të hynim brenda. Do presim këtu për të marrë një përgjigje. Atëherë Elton sapo folët me juristin. Çfarë thonë? Atëherë më tha që shkresa nuk është gati, sepse kryetari ka pasur një impenjimet e veta dhe mund të kalosh një herë nesër. Pra sot nuk kemi një përgjigje. Jo. Pas nesër më duket jo. S'ka faj, as nesër ishte sot, edhe sot kaloj, po... A ka qenë e premte tani. Dhe ne, miq të nderuar, duke ndjekur këtë temë, se mas janë tremur dhe kujtojnë se ne duam një përgjigje pozitive, t'i lidhet. Jo mëre të thonë, nuk lidhet energjia për këtë arsye të mbështetur në ligj. Apo lidhet për këtë arsye të mbështetur në ligj. Që ne, pjesa popullit, të kemi besim tek institucionet, të kemi besim që edhe kur shkon ministri te Kastraveci, edhe Kastraveci
të ketë edhe ai besimin e tij. Nëse Si të Kastravecit do të dalim me një histori miq të nderuar e papar. Dhe është një histori që unë e dua shumë, se më pëlqen shumë kur diskutoj për arsimin shqiptar. Për të cilin unë personalisht kam rezervat e mia. Dhe mbas shkollës së lartë, këtu e 25 vjet të shkuara, vetëm një herë kam hyrë në dyert mësimdhënie që ka qenë e detyrueshme në autoshkollë. Pjesën tjetër nuk dua t'i shoh bojo për 1 milion arsye. Jo se kam qenë student i keq. Jo, por dita që vjen më neveritet sistemi ynë arsimor. Në rastin konkret, ju do të shihni diçka shumë interesante. Është një zotri, pak më i madh se unë, i cili ka qef gjuhën shqipe, ka pasion, e ka studiuar dhe ka një teori të tillë. Një teori që për dikë duket qesharake, për dikë provokative, për dikë ndoshta dhe shkencore, ne nuk e dim. Mi po në fakultetin që ai ka vajtur, e ka nxjerrë me policë jashtë. Dhe kur 2 provime para se të marrë diplomën. Do ketë thyer në një rregull shumë të madh, sepse nuk të nxjerr njëri me policë. Tani historia është këtu. Ky zotri na thiri, ne shkuam. Na jep variantin e tij përse e kanë përjashtuar përfundimisht nga fakulteti dhe pse nuk e lejojnë as të hyjë në bord të shkollës. Ta ndjekim. Përshëndetje miq, këtu ndodhemi në qytetin e Pogradecit me zotin Agron Dalipaj. Shqetësimi im është një shqetësim që ka pothuaj 1 vit plot, e kam çuar në organet e drejtësisë. Thjesht unë jam një 50 vjeçar që më desh të bëja për interesat e mia dhe një shkollë part-time për gjuhë letërsi, mbasi kam 15 vjet që merrem me studime gjuhësore. Ku? Në Universitetin Fanoli Korç. I kreva studimet më së miri, vjet në këtë periudhë më kishin ngelur dhe rreth 2 provime dhe merja diplomën. Ndërkohë më vjen në shtëpi një letër, ma dërguan Dorazi, ku më njoftonin se jam përjashtuar përjetësisht nga Universiteti Fanoli Korç. Ishte, si të thuash, një rufe në qiell të hapur. Shkova për të marrë ndonjë sqarim. Në momentin që unë vija për të marrë ndonjë sqarim, brenda 5 minutash me njerë vinte fugoni policisë dhe mua më kanë çuar në komisariatin e policisë. Si, më fal, ju shkonit për të kërkuar shpjegime dhe vinte furgoni policisë dhe ju çonin në komisariat. Po. Arsyeja? Arsyeja pastaj unë i drejtova gjykatës. Arsyeja që më çonin në komisariat ishte e panjohur, thjesht drejtuesit e universitetit domethënë bënin show dhe më arrestonin në mes të oborit të universitetit. Dhe unë u detyrova që të padis në prokurori edhe komisariatin e Korçës për rrëmbim personi, mbasi kjo gjë po ndodhte shpesh. Çfarë ndodhi? U bë një proces gjyqësor? Në fakt unë hapa një proces gjyqësor për përjashtimin tim nga shkolla. Dhe u zhvillua procesi me 5 seanca dhe doli një vendim gjykate, pavlefshmëri absolute i vendimit të rektoratit. Kthimin e menjëhershëm në shkollë, dhe mendova që me kaq gjëja do mbyllej. U zbatua ky vendim? Jo, mbasi universiteti e kaloi çështjen në apel dhe për çudinë edhe timen edhe shumë të miqve të mi, apeli vendosi anullimin e pavlefshmërisë vendimit të rektoratit dhe tani çështja është në gjykatën e lartë. Mendoj që, domethënë, me që drejtësia jonë është pak e çuditshme, kam frikë se unë do humbas të drejtën time kushtetuese për të diplomuar. Është një e drejtë që i takon çdo njeriu. Nuk kam pas asnjë problem me Universitetin e Korçës, nuk kam pas asnjë thyrje disiplinore të shënuar. Shkak kanë qenë disa studime të mia që kanë botuar në shtyp. Njëri prej tyre është Eqerem Çabej, shenjtori apo djalli i gjuhës shqipe. Unë fillova të etiketosha si antikombëtar. U thoshin studentëve mos rrini me Agronin se është antikombëtar edhe gjuhën shqipe poshtë denigron Çabejin. Kush? Dekani, zoti Ali Ashari, shefja e departamentit. Studentët më thoshin dhe unë u detyrova, domethënë kjo ka ndodhur në 2012-ën, u detyrova të shkoj te rektori, t'ja çoj të gjitha botimet e mia në shtyp, ja dhash gazetat, i thash po ndodh diçka e tillë, më quajnë antikombëtar, për shkak se unë kam
ca ide që janë të ndryshme nga këto zyrtaret për gjuhën dhe po krijojnë një atmosferë rrethme mbytëse. Kërkoj nga ju, në qoftë se shikoni ndonjë gjë antikombëtare, të më përjashtoni, ose për ndryshe kërkoj një ballafaqim shkencor me të gjithë pedagogët e universitetit. Rektori Gjergji Mero më dha fjalën dhe më tha që kjo punë do bëhet në tetor, në vitin e ardhshëm, se tani jemi në fund, ishim në qershor. Bëhet fjalë për 2013. Po. Dhe kur jo, asnjëherë, unë i vajta 4 rektorit dhe herën e fundit më tha që nuk mund ta bëj. Interesat e mia kanë qenë thjesht shkencore, unë vazhdoj të merrem mende me studime dhe së shpejti do nxjerr një libër. Unë thjesht në leksione, kur pedagogët thoshin kush ka pyetje, kam bërë pyetje. Ka pas pedagog si ç'është dekani për shembull që unë pyetja për ato çka shkruante në librat e tij dhe nuk ishte në gjendje të përgjigjej dhe gjithsesi unë i thosha faleminderit që më dëgjuat. Po kjo nuk bën arsye që përbën shkak që ai të më përjashtonte nga shkolla, pasi ai e ka dhënë verdiktin i pari që ky të përjashtohet nga shkolla. Tani historia është, po, më fal. Historia është këtu, miqdëruar, që ky zotëri i mirë apo i keq, me teori ose pa teori, është një person që ngjall një debat në fakultetin ku është dhe normalisht me hipokrizinë që na karakterizon, le themi që është vendi ku bëhet shkencë, është vendi bile u shkrit Akademia e Shkencave për të bërë studime etj. etj. Një pedagog i mirë, i zgjuar, bashkë me një auditor të mirë dhe të zgjuar, mund t'ia hedhë teorinë ose mund t'ia pranojë si alternativë etj. etj. Mirë, po ta nxjerrësh nga shkolla me policë, kjo do shumë arsye dhe argumente, të cilat ne i kërkuam më poshtë. Por për momentin do të pim një glënj kuj. Po, do ta pim një glënj kuj. E di ku është problemi, zotit Agron, ka për më pyetje se ç'duhet, se ja unë bëj pyetjet të, po marr një përgjigje, atë s'ka pas përgjigje. Kur të nxjerr dhe unë me policë na i ditë. Me policët e kam shumë mirë, publicitet. Jemi rikthyer sërish të dashur miq, edhe jemi në një çështje që të paktën Armieri që u ka pas zgrirë me pedagogët e vet, e ka shumë për zemër si çështje, sepse i pëlqen studentët, jo njerëzit në këtë rast, studentët të cilët ku kanë një të drejtë të bërtasin e të ulërasin në thonjza fort para të drejtë dhe mos thënë, as është pedagog shtriurtur, më mirë ta marr atë diplomën edhe e hec të ikë. Mua duke më mbështetur tek Republika e Shqipërisë, ku është ke kushtetuta, më falni, ku është sankcionuar e drejtja e shprehjes, e lirisë së fjalës, e shprehjes mendimit, unë për veten time do të isha partizan dhe asaj që thosh profesor për shkakun, që ti je një trap i gjithi. Për shembull, nëse ti e mendon kështu. Por shkolla ka rregulloret e veta, edhe jo çdo mendim bëhet me zë, Armier. Nëse, po jo, po derisa e sankcionon kushtetuta, pse mos jetë? Përse profesorit mos fitojnë një autoritet të tillë për shkak të aftësive dhe argumentit, që vetë studenti, kur ta shohë, të heqë duart nga xheva dhe të ngrihet. Po, në këmbë me respekt. Siç më qellon mua tek këtu ti ngrihem ndonjë profesori në këmbë. Si për shkakun më kujtohen 2 emra që dua të them më njëherë që merret mend, Lumnie Boriçi edhe Edmond Tupja. Kanë 2 pedagogë vit që sa herë dëgjoj edhe vetveti u heq duart nga xhepi për autoritetin shkencor që kanë pasur. Një pjesë tjetër. Janë për punë të lehta. Për punë të ashtu. Dhe çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Unë nuk e di në ky zotëri që na ka ardhur na është ankuar. Është i denj apo s'është i denj për shkollë? Nuk e di nëse ky zotëri ka një teori që është kjo e gjuhës shqipe apo që është një antiteori që duhet hedhur poshtë me argumenta. Megjithatë, derisa ka një mendim në tij dhe derisa guxon, ka një guxim shkencor, mendoj që në çdo universitet perëndimor serioz do ta kishin marrë në konsiderat edhe tezën e tij të gabuar për të ngritur mbi këtë tezë gabuar një teori tjetër ose për të përforcuar tezën bazë. Ne për këtë gjë shkuam dhe takuam dekanit dhe tha, pse është mohuar në 2 provimet e fundit një studenti e drejta diplomimit në gjuhën shqipe, aq më tepër që ka ardhur me pasion dhe me vullnet, japë përgjigja. Përshëndetje, ne kemi ardhur këtu pasi një ish studenti juaj pretendon se është përjashtuar nga universiteti pa të drejtë. Si qëndron e vërteta? Unë mund t'ju them shkurt vetëm kaq që zotëria që ka bërë ankesën është përjashtuar në bazë të akteve ligjore dhe ligjore që ka fakulteti dhe universiteti, pra mi bazë në vendim të këshillit të fakultetit dhe vendimit të rektoratit të universitetit. Dokumente që unë po vend në dispozicion dhe ju mund të shikoni.
Ju kuptoj. Ngre një pretendim sikur këtu në universitet nuk mund të bëhet shkencë. Tani, për shkencëtar të tillë, sigurisht që në universitet nuk bëhet shkencë. Ne natyrisht, ne jemi fakultet pedagogjik, ne përgatisim mësues, pothuajse të gjithë profileve, edhe gjuhë letërsi, dhe historiografi, dhe gjuhë të huaja. Pra, pretendimet që kemi që s'bëhet shkencë nuk qëndrojnë, madje ai shkencën mund ta bëjë edhe këtu ose në një institucion tjetër. Ju kuptoj. Po, arsyet kryesore, shkurtimisht, pse është përjashtuar, çfarë ka bërë? Ai është përjashtuar për shkak të shkeljes së rregullorave. Për shembull? Të faktit që ai ka prishur mësimin, pra ka prishur procesin mësimor, ka ofenduar pedagogët, madje me fjalë që nuk mund të thuhen, dhe për gjitha këto që janë shprehur dhe në vendimin e Këshillit të Fakultetit dhe vendimin e rektoratit është përjashtuar. Një pedagog apo disa? Disa pedagogë. Po, disa pedagogë. Të cilët janë detyruar ta lënë mësimin për shkak të këtij, sepse ky i ofendonte, prishte orën e mësimit, kërkonte të merrte nota të pamerituara me forma nga më banale, nga më të ndryshmet. Të gjitha këto arsye i çuan Këshillin e Fakultetit dhe rektoratit të universitetit për ta përjashtuar. Për të marrë këtë vendim. Po. Dhe pasi dëgjuam dekanin e atij fakulteti, ne menjëherë ja transmetuam vetë zotit Agron, i cili do të jepte një mendim të tij edhe ja si e jep. Unë nuk kam bërë asnjë nga këto që thot dekani i fakultetit. Dekani i fakultetit, zoti Ali Ashari, duhet ta lexojë të gjithë rregulloren dhe jo t'u jepte vetëm një faqe të rregullores, sepse atë rregullore, një faqe të rregullores që u ka dhënë ai, unë e kam të plot këtu dhe quhet Rregulloria e Etikës së Universitetit Fanoli Korç. Dhe kjo rregullore përcakton qartë që një student përjashtohet në qoftë se ai ka raste të përsëritura të thyrjes së disiplinës në universitet. Dhe këto janë të shënuara. Unë nuk kam pasur asnjë thyrje disiplinore në Universitetin Fanoli Korç. Dhe rregulloria përcakton qartë dhe thot kur Këshilli i Etikës merr njoftim për një shkelje të rregullores së etikës, rektori cakton një nga anëtarët të ndërmarrë rolin e ndërmjetësit dhe apo të nxjerrë në dritë faktet, dhe për këtë çështje ngrihet një grup që heton, ngrihet një grup dëgjimor dhe mbasi dëgjohet edhe studenti që ka shkelur rregulloren, në qoftë se rektori nuk është i qartë, kjo gjë përsëritet dhe sipas kësaj rregullore bëhet dhe një seancë pajtimi për të mos i çuar gjërat deri në ekstrem, dhe rregulloria përcakton qartë dhe thotë dhe në rast se nuk arrihet dhe në pajtim, edhe mund të përjashtohet studenti. Problemi është i thjeshtë. Unë s'kam pasur asnjë shkelje të thyrjes së disiplinës, por janë këto proces verbale që kanë mbajtur ata që qartësojnë saktësisht se pse jam përjashtuar unë. Kjo është një mbledhje e departamentit e mbajtur në datën 4 mars 2013. Këtu duket qartë se një nga pedagogët i thot, Dion Tushi, problemet që nxjerr Agroni janë reale, e ka llafim fjalën për problemet teorike. Menjëherë dekani përgjigjet, ai është student dhe duhet të mësoj për të tjerat le t'i zgjidh gjetk. Ne këtu thot nuk bëjmë shkencë me studentët, shkencën e bëjmë vetë. Ai mund të bëj edhe revolucion në gjuhësi, por pasi të marr njëherë diplomën këtu, po ja dham ne. Këtë proces verbal e ka mbajtur Ediola Nase, që është dhe sekretarja e dekanit, e cila përveç se është sekretare, merr dhe një rrogë si pedagoge, dhe duhet ta di mirë dekani që nuk lejohet që të marrë 2 rroga në të njëjtin institucion dhe ajo jep leksione në masterin shkencor kur vetë ka mbaruar part-time për cikël të ulët. Kjo është një shkelje tjetër e rregullores. Këtu kemi një mbledhje të Këshillit të Këshillit të fakultetit.
Në të thuhet. Gjithmonë për ju. Po, dekani thot, shtetofilia dhe Universiteti Fanoli Korç do të quhet artikulli akuzues i Agronda Lipajt, që së shpejti do të nxjerrë në shtyp. Prandaj ju ftoj të marrim një vendim në lidhje me të. Unë propozoj ta përjashtojmë nga shkolla dhe këtë propozim t'ia përcjellim Senatit akademik. Ndërsa një nga pedagogët i thot, dua një specifikim nga rregulloria kur mund të përjashtohet studenti nga shkolla. Dekani përgjigjet, nuk ka specifikim të qartë. Është pikërisht ai dekan që ju ka dhënë një copë të rregullores. Edhe në kohën e komunizmit, antari i Partisë Punës që ka qenë dhe dekani, bile vepra e tij e parë është frazeologjizmat në veprat e shokut Enver Hoxha, me këtë vepër ai është futur në gjuhësi. Por dhe në atë kohë askush nuk mund të përjashtojë ose të dënojë në mungesë. Por si duket ata kanë dashur që mos të më diplomojnë, siç thonë dhe procesverbalet e shumta që i kanë mbajtur në fshehtësi, dhe kjo përbën një shkelje të hapur të drejtave të njeriut. Ka një rregullore, tha. Këto i kemi proces verbal, një mbledhje departamentit, sa letër harxhohet në këtë vend. Nëse kemi edhe rregullore, cili se referohet ky zotri ku thot, kur Këshilli i Etikës merr njoftim për shkeljen e rregullores etike, rektori cakton një nga anëtarët e tjerë. Pra, këto që shpjegoi ky zotria. Tani, çfarë ndodh? Çfarë ndodhe? Ndodh, miq të nderuar, që ne kemi edhe këtë në rregullores 83-shin, që pastaj kishte edhe këtë interpretimin tjetër. Kemi edhe një vendim gjykate, vendimi i gjykatës të apelit. Vendimi i gjykatës apelit rastësisht i përputhen mendimet tepkë, siç i thanë edhe përfaqësuesit e fakultetit. Njëkohësisht, universiteti nuk është vendi ku studion, ose do të studioj paditësi vetëm. Se ka dhe ironi gjykata, kupton? Por auditori është më i gjerë. Ka interes publik për shumë studenta. Këta student kanë shansin të dëgjojnë teorinë e gjuhës miratuar nga Ministria e Arsimit e Republikës Shqipërisë në Klapa, në tekstet përkatëse, dhe jo, në thonjza, teoritë e paditësit që nuk i kuptojnë pedagogët. Teoritë e tij mbi gjuhën, paditësi ka vende tjera ku t'i shpalos. Se ku mundet një student të shpalos teoritë përveç në universitet, gjykata nuk e thot. Thot vetëm vende të tjera. Për shembull, mund të dalë në parlament teorinë për gjuhën shqipe, mund ta bëjë në parlament, ose të dalë në shesh të Korçës, aty tek Mitropolia, e të flasë për gjuhën shqipe. Hajde, nese. Hajde, mos u mërzit të gjykatës e të kalon. Ce i gjitha kjo. Se në kamera rinë drejtë gjithë, po jashtë kamera në gjithë të shkliruar. E vetë dekani thot, o ce vjene bën Këshilli kjo, bën shkencëtar, kjo është universitet për allergji, thot. Për allergji, a ishtë pak budalla. Plus që, për këtë zotrin thot që është bualla, po nese, ta ndjekim. Cili quhet Agronda Lipajt. Dhe sipas tij është përjashtuar pa të drejtë. Po ta njihni këtë se cili është, nuk do ta bëni këtë gjë. Po prandaj kam marrë të kuptoj. Të më kuptosh drejt. Ky është një person që e mbushi kupën si student, edhe u përjashtou. Çfarë ka bërë? Ose çfarë rregullash ka thyer? Shiko, ky ka ofenduar pedagogët. Ka prishur mësimin. Ka kërkuar vlerësime notash pa të drejtë. Kur them ka ofenduar pedagogët, që s'ka ku vete më, po ju t'i lexoni vetë ato mirë. Ka prishur mësimin. Ka hyrë për shembull në provim, dua këtë notë. Ai s'është detyruar rektori ose dekani ta nxjerrë që pas prish të rregullën e tij. Për këto arsye është përjashtuar. Ai pretendon që ky është përjashtuar nga shkolla sepse e ka kritikuar Çabejin. Ai s'ka asnjë lloj shkolle, ta dini. Domethënë, edhe këtu këtë shkollë kur thuhet part-time, domethënë vinë bën allergjint. Ata që duan të bëjnë një shkollë, edhe ne u japim këtë shkollë që të zënë një punë ose të ashtu. Ky në vend që të rinte siç rinë gjithë të tjerë që janë allergjin, ky filloi që unë jam shkencëtari e tjera. Madje unë e kam nxjerrë edhe nga auditori se më prish mësimin. Që ai u bë këtu një njeri që nuk mund të duroj me.
Nga një allergji që duhet ishte, u bën njëri që mund duroj. 4 vjet shkollë në fund, pati probleme apo që në fillim? Këto i kishe që në fillim ai, po këto që bënte ofendime kështu, për shumë i shfaqi me sa letra që bëri kundër rektorit, kundër meje, kundër pedagogëve, duke përdorur fjalë nga më kështu, plus edhe shtoi zullumin me këto gjëra të tjera që bëri. Tjetra është që ky na ka hedhur në gjyq. Për përjashtimin. Odhin në gjyq në fillim pedagogët për korrupsion. Ka dalë një vendim apo jo? Po pra, e humbi gjyqin nuk ky. E humbi gjyqin. Po pra, merret gjykata, po merret gjykata me budalla, atëherë merren mend sa gjykatës do të kishin ne që merren budallën në Shqipëri. Tani do ndrojmë komplet faqen e librit, do t'jemi me një tjetër hall, me familjen në Elbasan, edhe me zonjën e sëmur me tumor që jeton ende në një plasmas. Disa shqiptar emigrant në Angli janë mbledhur të gjithë bashkë dhe kanë bërë një gest aq sa human, aq edhe emocionues, ne ndjekim në këto momente. Kemi ardhur miqtë e emisionit Alarm pranë familjes Drazhi në Elbasan. Kësaj herë nuk jemi vetëm, por jemi me një djalosh të ri që unë kam në krah. Bisedën do ta bëjmë brenda çadrës me plasmas apo serës, sepse në këto momente bie edhe shi. Shkojmë Adriatik. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Si kaluat? Si dukeni? Si jeni? Zonjë, si je? Çka? Pasoj smun. Si ke qenë gjatë këtyre ditëve? Smun kam qenë. Po ndërkohë mjekimet i keni marrë këto ditë? Mjekime gjilpona në që marrë qëtësuse, po ata shumë në lova nga azma, si u blokova fare. Në këto, si kom shifni. Smun, në serët, shi, sa dush, tofët. Këta janë kushtet një. Gjatë këtyre ditëve ka rënë goxha shi. Është futur ujë brenda? Bi ujtë se nga shumë si klona janë bi ujtë gjithë mrena. Sikurse ju bëra me dije që kur hym këtu, në krahun tim të djathtë, ndodhet një djalosh i ri. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Adriatik Qeko, origjinë Kuksian, banor në Durrës. Kam vllajën në Angli, 17 vite pa ardhur në Shqipëri, i cili ka mbledhur një grup shokësh për të investuar për këtë familje që kanë ndjekur nëpërmjet stacioneve shqiptare. Shqiptarët kanë mbledhur disa të holla nga 50, 100, 200 pound, derisa kanë arritur një shumë parash deri në 2.770.000 lekë shqiptare. Falenderojmë thellësisht nga zemra zotin Muhedin Çeiku, që është dhe organizatori i të gjithë këtij gjesti bamirës. Zotin Bujar Çeiku, zotin Luan Çeiku, zotin Alex, Arian, Lutfi Çeiku, Tonin, Ranitin, Jetmirin, Besmirin, Urimin, Astritin, Luanin, Isuflikën, Ermalin, Toni Pukën, Shkëlzenin, Agimin dhe Tonin. Është një jetë e vështirë, sepse unë më kam marrë malli shumë për vllajën tim, i cili ka 17 vite, por është një vlla që është human dhe ka dëshirë të shikojë gjithë shumë mirë. Jo dikush mirë, dikush keq, por është shumë i mëshirshëm dhe shumë human. Do doja të falenderoja të gjithë të njerëz, të cilët po thuaj se japin gjak për t'i mbledh ato 5 lekë dhe jo djerës, se unë kam qenë vite përpara vetë në emigracion dhe di çdo të thotë që të punosh në emigracion dhe të japish djersën dikujt tjetër. Falënderimi është i pamas. Ne nuk na shef shteti që na ka për detyrë që t'i shohë qytetarët e saj. Llogarit të sa është humanizmi mes qytetarëve. Po t'ishte ky humanizëm ndërmjet pushtetarëve për të ndihmuar njerëzit, ne nuk do të ishim sot këtu, në këtë plasmas. Pse Guqani, se parë se keni lot, zotë Hoxhi? Lot sepse, thash dhe herë, e di çdo të thotë që të heqësh bukën e gojës vetë, ai që ka punuar atje, ka derë gjak për t'i mbledh ato 5 lekë dhe i ka dhënë për ne. Falënderimi është pamas, nuk di të gjej fjalë. Unë do të mundohem që me ata lekë të bëj diçka. Nuk e di, ndoshta do të gjej në një nga këto si që janë kështu si baraket improvizuara, që nuk e di çfarë quhen në gjuhën kështu, ta vendosi po këtu, se nuk kam ku të shkoj në vend tjetër. Ose do të paguaj dikë që të shërbej asaj vetë të ngelem këtu. Do mundohem që të rregulloj diçka për jetën e saj.
që ajo të mos vuj, si që shihni ai plasmasi, unë pjesën këte e kam fshin sot me një copë leckë në mëngjes, që mos kullon të sipër, pjesa ne nuk është fshirë, ja. Është komplet ujë. Ky ujë nuk është nga jashtë, kjo është komplet nga mrena, edhe kullon komplet mrena. Shumë faleminderit, rrofshi, inshallah Zoti bën gjithë mirat për ju, për familjet e juaja. I falenderoj shumë që kanë dhënë më të mirën për ne. Që ka një jetë lumtur që janë, është përbleu Zoti më të mirën. Ju uroj shëndet. Faleminderit. Ja u paçim borxhe të mëdha që nuk ja u lajm dot. Nuk ka borxhe me shqiptarësh. Borxhe me shqiptarësh normalisht që nuk ka, po borxh shpirtëror të paktën. Do të largohemi tani nga familja Drazhi. Adi të falenderoj shumë që ishe me ekipin e Alarmit dhe ti vetë. Njësoj si t'ishte dora e vllajt tënd dhe këtë ndihmë sot dhe emigrantëve të tjerë sigurisht pranë kësaj familje. Edhe unë ju falenderoj ju, shumë faleminderit që na keni prezantuar me këtë familje. Nuk kam fjalë të mrekullueshëm. Të mrekullueshëm. Edhe nga unë, i faleminderit të gjithë, një përshëndetje edhe për ata që na ndjekin në Angli, ndërkohë që ne do të lidhemi menjëherë me studion e Ora Ekonomi, ku na pret Besarti, me mbrëma Besarti, nuk po e zgjas fare se më kap emocioni, ta kthe fjala për ty. Mirëmbrëma, atëherë sot do diskutojmë për rolin e tregut për të krijuar vende pune. Faktikisht është gjithmonë dilema e një qytetari shqiptar nëse do të fillojë të punojë në shtet apo në privat. Të dy janë punëdhënësit kryesor, por në të njëjtën kohë shteti ka rol të dyfisht, edhe punëdhënësit gjithashtu dhe kontrollues i privatit. Për të diskutuar mbi cilësinë e tregut punës në Shqipëri dhe deformimeve që kanë ndodhur faktikisht në vitet e fundit, kemi të ftuar zotin Tregtar Mezini, i cili është themeluesi i website-it duam.com, gjithashtu zotin Rion Manohasa, i cili vjen nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale, zotin Roland Bejko, i cili ka qenë themeluesi i Shkollës Shqiptare të Administratës Publike. Pra, është një panel ku përfshin tregun privat, shtetin gjithashtu dhe si thua filtrimin e administratës publike. Të tre njëkohësisht do diskutojmë për tregun e punës. Faleminderit Besart, përshëndesim. Ndërkohë të dashur miq, edhe ne kemi mbërritur në fund të emisionit Alarm. Sigurisht që do të shihemi sërish nesër për të shtunën e madhe në orën 21 këtu në Ora News për i transmetimin e kësaj puntate, po nesër në Channel One në orën 25 minuta. Kontaktet për efekt kohe sigurisht që i keni pasur të afishuara në ekranet tuaja. Deri nesër, kalofshi sa më mirë. Natë mirë.